Unë e kam deklaruar që në nëntor që Flor Bumajesi do rikthehet, që po punohet për një album, që po punohet për këngë të reja, unë po pres shumë, shiko arti shqiptar në të dyja krahët e kufirit, mezi po pret rikthimin e Flor Bumajesi. Unë uroj dhe shpresoj që ky të jetë marketing që Flori ka zgjedhur dhe të mos ketë pasur probleme të tjera për të qenë akoma dhe më i kërkuar, akoma dhe më i pëlqyeshëm. Ama Flori e ka bërë këtë edhe në të kaluar këto zhdukjet apo mosdaljet i ka praktikuar edhe më herët. A mendojnë që kjo është një mënyrë e tij? Një zhdukje goxha të gjatë. Po. Është një mënyrë e tij se si të marrë vëmendjen apo si t'ju mungoj audiencës pastaj të rikthehet? Flor Bumajesi e ka vëmendjen, mjafton të bëjë një këngë e cila bëhet hit menjëherë dhe Flor Bumajesi vëmendjen e ka. Padyshim. Kjo nuk është vëmendje, kjo është dhe unë uroj shumë të jetë marketing për të rritur sa më shumë vlerën e këngës apo këngëve që do dalin së shpejti. Unë besoj që nuk ka me pas fort nevojë për